për shembull? Nuk lejohet të punojnë në sigurim, zyrtarët policor nuk lejohet që të punojnë në cilësi të personit të sigurim fizik. Zotër Hodaj, kemi pas edhe raste të ndryshme ku janë ngrit, të themi, pyetje në lidhje me punët sekondare të zyrtarëve policor, punë dytësore të cilat i bojnë zyrtarët policor. A ka inspektime apo a ka raporte brenda IPK-s në lidhje me mbikëqyrjen e punëve të cilat i kryjnë zyrtarët policor? Po flas pas detyrës së parë të tyre. Tash ka raste që kemi trajtuar sigurisht edhe kësaj natyre. Zyrtarët policor ju lejohet që të ushtrojnë edhe punë sekondare në disa sektorë, nuk lejohet që të ushtrojnë çfarëdo pune. Kjo bëhet me aprovim paraprak të strukturës policore dhe pastaj edhe monitorohet. Po ka raste që zyrtarët policor punojnë sigurisht, ju lejohet, ka raste kur kjo keq përdoret ose ndoshta punojnë edhe punë për cilat nuk lejohen me rregull. A lejohet me konë shoqërues një këngëtare në një diskotekë për shembull? Nuk lejohet të punojnë në sigurim, zyrtarët policor nuk lejohet që të punojnë në cilësi të personit të sigurim fizik, as në lokale, as në shoqërim të personave. Dhe kudo që ne kemi informacionet të kësaj natyre, sigurisht që kemi nisu dhe do të inicojmë raste. Qysh me i faktu për me i denoncu qëto raste, zotër Hodaj? Është pak e vështirë faktimi dhe për këtë arsye ndoshta nuk ka numër shumë të madh të trajtimit edhe pse flitet dhe mund ta dim që mund të ketë zyrtarë që punojnë për shkak se nuk ka diçka zyrtare, kontrata të punës apo pagesa që bëhen përmes sistemit bankar. Zyrtarët policor janë edhe qytetarë dhe kanë të drejtën në ushtrimit të aktiviteteve jashtë orarit punës edhe të frekuentojnë lokalet, të cilat nuk janë lokalet ndaluara dhe kjo shpeshherë kamuflohet në emër të një dale kështu të qefit, po faktikisht ka raste ku zyrtarë punojnë apo janë në këto raste.